Fillimi kena morë një 3.000 pula bashkë me 1.000 gjela, që ofër 70.000 euro po. Punën që e ki këto, për shembull me pula, mund është mi nxerë sa 2-3 puna në Zvicër. Hanë shumë do me thonë ditorën e ka 150 euro. Reja o konë tek babi, ati i pëlqeshin pula, ati i pëlqej katuni, s'kishke qepë mu largu dhe me thonë prej ti profesioni. Sa vjetë i keni djem? Unë i kam 18 vjetë. Unë jam 16 vjeçar. 4.000 copë jenë pak, menojna mu zgjeru pak ma shumë. Si fillim, është konë dëshire male, se në doke interesant. Edhe këto është shumë ma mirë sepse e ki familjen gatë, e ki shoqnin gatë, shpijen tone. Sa e shetni për shembull një? Pakicës 15 euro. Po kush i merë për një 100, i ka qmimi 13 euro. Po vina do me thonë pi qytetit, të më thonë Gilan, po vina ka. Edhe këshire farë punë më shme mojtë. Në qytet s'kisha banë në veç në telefon. E sta në telefon ma mirë është me bërë punën këto, mu kujdes për to. Po ta është i sholla i mbashtë ta njëtës, që në vodash. Edhe punojnë qëtë zbashku. Përshëndetje për të gjithë miqtë e mi nga unë Eliona. Jemi sot në Bilinis të Gjilanit edhe jemi arë tek dy vëllezër Ismet dhe Argjend Sulejmani, me të cilën e kam firmën e tyre Meti këtu bashkë me pula. Janë 4.000 pula me të cilët vetëm ata dy i mbikëqyrin, hajde një bashkë mu që të dëgjojmë rrëfimin e tyre. Pra jemi bashkë me Argjendin edhe Ismet Sulejmanin. Tregona pak djem sa vjetë keni me çka mirëni edhe çysh keni mujt me bo komplet këtë biznes. Unë jam, do me thonë Argjendi që shtate, i kam 18 vjetë, do me thonë alo me shkohë pak mirëna, po edhe pak kena qelë këtë biznesin, hajde. Kur e kena najkot lirë, hajde me dalë pak me po gjendjen, pak edhe me largu pak edhe të qytetit, me dalë pak gaton, a më mirë pak me biznes, që me pula. Po, s'mina vetë, po me vlavin tem këta. Unë jam Ismet Sulejmani, unë jam në shkollë fillore, një herë klasën e 9 të tebe që ndërru, a dhone këmë marrë, to, qishto, me mëjë me këtim la, Po? është gëzit se mirë. A mirë një veç ju dy vllazën do me thonë bashkë me këtë biznes, apo ju ndihmon edhe dikush prej familjes? Bashkë regullisht jo, po do me thonë jena aktiv, hajde se e kena punëtorin këto që mirët. E keni një punëtor, pra, biznesin e ju. Po, e kena punëtorin, po vazhdo najsen, hajde ndaj ndim, hajde jena të gatë shumë jena aktiv, non-stop. Bashkë me vlavin tem. Tregom kush ju ka ndihmu me hap këtë biznes? Babi, normal, ma shumë babi. Babi, sa ka një vështirë edhe që sa kohë keni hapë biznesin? Su kona dhe shumë e vështirë, po që një 3 muaj e gjysë po e kena hapë. Që 3 muaj e gjysë? Po. Tregom pak sa pula i keni krejt komplet? Po, në fillim i kena morë një 3.000 pula bashkë me 1.000 gjela, po mas një muaj i kena morë edhe një ratës tjetër, një me shumë 1.000 copa janë. Ato ajo ratë që d'Italian, i kena 8 lojt rasa, qëto 4 loje, super harko, kena mrak, d'Italian ka dhe një lojë ratë të zesë. Do me thani keni 5 loje, tyme që krejt komplet i keni 4.000 copa. Tregon pak sa është e vështirë me i mbajt, që shdoni me ju qitë ushqim gjdo dit, ose sa shpenzani në ushqimet tyne. Po, kështu ditën e kena deri në fund, kështu 150 euro kështu ditën. Po, më në gjesë ma shumë i shumë, di se kanë qef me hangër bari, a sa mu konë ma bëjo pula është ma e mirë. Okej. Vështirë nuk ka shumë e majtë punë, po është obligative. Është obligative. Po. Tregon pak sa keni fitim prej tyre për 3 muaj sa keni fillu me bo këtë biznes. Njëherë për njërë s'kena përfitime, se hala është fillimi, nuk kena përkroje njërë për njërë për shtetit, e në basit më vonë shokën. A keni bo nëjë kërkes që 3 muaj për me pas diçka ndihma për i shtetit? Kena pas kërkesa, po nuk i konë edhe të pranushme. Po, Po nuk ja o kam pranu? shkaki që do faktura, na i lipshi ma shumë e faktura, prej ardhin nga kanë ardhë të pulat. Prej nga i keni marrë ju pulat? Po, pulat i kena morë prej Hungarisë, do me thonë i kena morë një diqe. O dhe vetë i kena rritë. A keni shes në një prej tyre, do me thonë prej kohës që i keni marrë? O, gjelat edhe tash vjen ato i hek, se shkaki që si fillestarja kena njësë shumë, edhe nuk kena di që është ka shumë, hajde gjendja tëmve që ka qatë shumë. Kena po që në objekt është e madhe, po madhësia tëmve alo po vje vishtë u rritë. Nuk po kena vend do me thonë iq në objekt. Sa e shetni për shembull një? Po, na shkojmë ma shumë pullat si hek, me amo gjelat po, me shumicë dhe me pakicë. Po ma shumë na ka ra mi dhonë me qmin
pakicës 15 euro. Po kush i merr për me 100, i ka çmimi 13 euro. Do më thonë nëse veç i marrin me shumicë, çmimi është më i vogël. Po që nëse mirë me pakicë është 15 euro një. Okej, tregon pak nëse veç keni ndërmend për shembull me shit tash për Bajram ose diçka, çysh e keni tregun e juaj? Po në vardh, po për Bajram shohim, ndoshta është edhe më lirë, po do ta shohim njëherë për njëherë, do rrinë deri në Bajram këtu, hajde se tash do bojnë kërkesat më vaja. Qa tha? Njërë për njëherë, kena menu me hek, kënë ndashtë ma vonë menojnë, kullat si qmim me pakicë kanë 20 euro, me shumicë 15 euro shkojtë. Sa keni investu në këtë firmë? Po, Prej që keni fillu me hap? ofër veç, merën se këmë me objekt, kërejt objekt që kena drejt që ofër 70.000 euro, po. Ofër 70.000 euro. A keni afru diri tash ato shumën që me mujt me nxjerr pak për 3 muaj? Jo, si fillestar, normal gjithë firmat që në hop, si fillestar duhet një vjet e gjysë që atare janë nisë me veç të nxjerr përfitimet. Njerë për njerë du të më nxjerr përfitimet e ushqimit. Është e vështirë punë në një vjetë, deri në 2 rrezikësh. E mas 2 vjetë fillon njëri tu mësu për pak. A keni nga i përkroje edhe prej fermerve tjerë, kujshi ose të fshatit, që keni nga një? Na heq. Po në vort njerë për njerë edhe mush me nxjerr ajde përfitimin prej ushqimet, se ushqim hanë shumë do me thonë ditorën e ka 150 euro. Po në çdo ditë ka 150 euro, du një me i shpenzu për to. Mujtë e pare kam pas veç me koncentrat, a di ushqimin e vetë që kanë dasht, po ta është vetëm misër me grorë është ushqimi të nëve. Ta ma beja. Tregon pak, aja ka marrë me një ma herët me fillu me këtë biznes, apo ju ka arë spontan ashtë? Jo, në harë spontan. E harë do me honë. Që shukon ideja për me fillu këtë biznes? Ideja o konë tek babi, ati i pëlqeshin pullet, i pëlqej katuni, s'kishe qep mu largu dhe me thonë për këti profesioni, edhe e merëm si mendim, edhe hapo. Sa vjeti keni djem? Unë i kam 18 vjetë. Unë jam 16 vjeçar. Okej, tregon ma keni mendu na i herë me dalë me jetu në qytet? Po ai veç në qytet jetojnë, po që shtash kohën e lirë dali pa këto, ari pastër, edhe natyra. Do më thonë këtu kaloni për me kalu pjesën për me u relaksu, për me punu me pula e krejta këto. Po, a mendoni në vazhdim për shembull që keni me investu ma shumë në këtë firmë, apo keni me marrë me diçka tjetër? Po, ma shumë që kena me investu, se alajdi bash finalja nuk është, se në zheg nuk rrinë, nuk dalin do me thonë jashtë, e lypin hirën, se është shumë zheg i mau. E lypin edhe do investimet vogla i lypin, po kada ka dalin se shutë i kry. Tregon, cilat janë idejat e juve për me vazhdu me këtë firmë? Qysh me ndoni, a me ndoni me u zgjeru ma shumë, apo? Bo, menojnë mu zgjeru ma shumë, se njëherë 4.000 copë e pak, menojnë mu zgjeru pak ma shumë, veni është i malë, ka dhe më thonë vakë për ma shoktia. Tregon pak një mesazh e juve për rinin që mendojnë, për shembull me vazhdu tutje me firma, ose nëse mirën veç me bujësi, tregon qysh kishim ju drejtu atyve që ja vlen me punu kështu? Po ja vlen, gjdo punë ja vlen me punu shambull, po ashtë e rinia pak, po ka dhe ma shumë përqeshje, po ka ma shumë. Pse? Po e shkaki që... Menojnë që punë e keqe kjo, katon. Po nëse veç që jetojmë në katon, a mendon që nuk mujna me nxjerr një rrugë për shembull të mirë, qysh mujna me nxjerr qytet ose nashta në katon e marrë me halama të lartë? Në katon mund është me morë edhe halama të lartë, po në varet, çfarë profesioni je. A mendoni nëse veç nuk doni me u merr me këtë punë për me lëshu Kosovën, a mendoni me lëshu Kosovën herë? Po e shofim, po njerë për njerë që të rini që e kena qitë mosh, njerë të mirë më me qëtë punë, se ma shumë që edhe pak edhe me shkollë mu drejtu pak, po edhe këton me pasi biznes. Nuk ka najsan që s'mun me po. Sa keni vlerë të krejt pulave edhe gjelave që i keni komplet? Po, për afërsisht, 60.000 euro po. 60.000 euro i kompletoni? Po, edhe gjela. Do me thonë sa që me ndoni me u zgjeru ende ma shumë edhe me pas punë sa ma shumë e tu. A me ndoni që edhe biznisin e ju sa i përket hapësirës ku i mbani këtu për me u zgjeru ende, me bo investime sa ma shumë? A i tash për tash, po lypët mu zgjeru ende, po dhe sa bomi pak kic, të ikmi gjelat, se e kina marru edhe ekstra një objekt vish për gjela.
Se do me thonë shumë i ngushtë është mrena. E do të me zgjeru vend më shumë. Njëherë për deri sa s'kena përkraje për shtetit, hina me zjeru, se është le shumë mo, ta. Do më thonë, sa më herë që keni bo kërkesa edhe në komun për me ju përkra, a më ndonë që në tarbën kur ta shojnë punën e juve dhe mundin edhe krejta to që i bëni, sepse ju nuk punoni në këtë aspekt veç për vetën e juj. Për shembull, ju mundi me shit vej masnej edhe për qytetin ose diçka. A më ndonë që keni me pas masnej përkraje prej komunës? Shpresoj. Shpresojmë që kemi pas përkraje. Qa me ndani për shembull për bashkëpunëtarët e juj që nuk dojnë me punu me bujqësia? Ju kanë thonë najherë që nuk është punë e juvja se ju ta kanë dikujna një moshës më madhore me punu me ta. Jo, ma shumë bile dhe kum pas përkraje prej shokve. Vëllën ku pas përkraje, Se kanë thonë që nuk është ajdi ku me ditë punë që mu me pas për keshje, për krep. Po. është punë ajo. E qa me ndonë për ata që nuk e bojnë këtë punë, thojnë jo, në nuk du me e bo. Qa kishe me ju thonë? Po tash ndoshta nuk e ka punë të vetën, nashta i pëlqen një punë tjetër, dikush e këshyr vetëm një drejtim, dikush i këshyr 2-3 drejtime. Pashti, ma shumë edhe na, qëto i këshyr me, jo më mirë veç me një biznis, më mira me biznise tjera. Qa kishe me ju thonë një mesazh për fond krejt i rinis bashkëpunëtarëve që juj të dët që javlin me punu me bujqësi, ose me diçka tjetër po të pak të mos me nejt, edhe pse i një tri javlin me punu edhe me ndihmu sa dhe pak familjes. Po sa ma shumë punë, qash ma shumë i ndjeka unë për të tua. Ismet? Unë me ndonë gjedim vendim se u ja. Si që po shihën, këto janë pula italianka, këto e kanë shpenzimet ma të vogla, po këto nuk e mori malsin e madhe, këto vojnë ma shpesh. Këto mbesin kash, do me thonë. Jo, dhe pak rritën, po nuk rritën shumë. Sa më me ka një çmim, një vlerë e një kësi pule? Këto kur të rritën edhe pak, i shkon deri 25 euro, 30 euro. Okej, të regon pak nëse veç e kompletojmë krejta, sa më me ka vlerë atyve? Mendoj 30.000 euro, 40.000. Nëse veç e shofëmi që krejta këto pula mujna me i shqitë për shambull, qysh mujna me mbledh ende, do më thonë, a janë trolla për mu gjitë? Sepse se ishte raca e tyve? Italianka. Këto ishin italianka, sa mujna me pas vëshirë me gjitë kësi në Kosovë? Apo duhet mi marë prej dika tjetër? Në Kosovë, vallohi, me shumicë shumë të madhe nuk monësh, po vetëm nëse i porosit për shtetet tjera. Ju do më thani porosit e, keni dikon prej një shteti tjetër që veç ju ndihmon me umirë me këtë biznes? I porosit mi prej Hungarije. Këto edhe është prej Kosovë, amo në Hungarime. Do më thani keni një person në Hungari që është prej Kosovës edhe ju ndihmon në lidhje me këtë biznes? To shkon prej një ditë që shkon për njerë e gjysë shkon vetëm zëvë që janë një ditë që tani këto të shmiritve. Po këto që që përmen edhe kë kanë shpenzime ma të voglë se këta tjetë, po përvejz janë ma shumë këta bojë. Sa i kemi se po i shofmi edhe brenda që ka shumë, sa copa janë krejt këtu? Këtu janë 1.000 janë ketë, 1.000 topa. 1.000 të bardha. Po e kanë me sisteme krejt për ujë që dojnë me pi, kanë do me thonë në stop e kanë ujë, se në qëfëse e le vetëm 2 minuta, 3 me lanë pa ujë, që tha kjo më ardhë që është obligative, kjo punë obligative është, se në 3 minuta me mos me lanë pa ujë, të zbojnë e ishtë anë që ta. Sa është e fështirë për ju me u kujdes për këtë këto, mase veç ju duhet një kushtimi veçantë i kujdesit? Vështirë nuk është. Jo, nuk është vështirë shumë. A do një me qëndru gjithë ditën brenda shtëpisë për me ju shqy këto? A më qësh ja bani? Unë është edhe për shembull mos me qëndru, po këto, po nëse ki qef je marakli, në heke një punë, për shembull del, mas çdo sani një punë. Ta erë ditë regon pak me gjërësi sa erë ditë duheni me i qitë me pi ose me hongër, qka i qitëni? Ditën nuk i qesmi, vetëm pak më ngjes, por dalin kolosin bari, dhe më thonë bjo. E këto të voglat dhe të mi qitë pak më si ma shpesh, se hala nuk di me dal, nuk e kanë mësu hala natyren. Këto e po rejnë që janë pak ma të buta se s'pëtuta prej tyve. Po për ujën, sa për pjesën e ujit, dhe me thonë e kanë shut 24/7 e kanë. Se që i ka që zbërnën e pa ujë heq. Nuk banë. Jo. So, qysh kishë mujtë me përshkru për shambull ndjenjen e fillimit
të eksperiencës t'ju me pula? Si fillim, është konë dëshire madhe, se në doke interesant. Edhe vishmi me shumë me qef, edhe tash vina me qef, po në fillim më konë shumë a mirë. Fillim, s'kish jas 2 minutë pauzë që bëjshmi u dashim orë lapet këto, di që mi këshirë se u bëjshmi marak më s'vizjena i sana se kina pos shumë të madhe. Tregon pak në i rast specifik që kishim me ndodhë veçantë ose në i moment që sharak që ju ka ndodhë juve me pula. Po, në fillim s'dishmi ajde mja regullu ujnë e kësi senet e bëjshmi probleme pak mrena, e u dash ka pet më përkujdes ma shumë ajde me pastru gjendje mrena, se lypin do me thonë lakshtin se dojnë heq mrena. E na ndodhë ke raste që më ndau derdh uje, mrena u dash ke me ik, se që thëmë. A du të me ju tregu njerëzve se ju për shifni që ne përrishëm lërë juve shkaku që po tu nga prej pula. A du të me ju tregu njerëzve që nuk duhet me utut sepse janë shumë të mira dhe javli me punu me tu, sepse dhe t'gjele me te. Janë buta, këto s'janë me Po, të klarë për i të dhe jo. përfetime. Ismet, për mushën tonë e 16 vjeqarë që je, a me ndonë që kur të rritesh edhe pak ki me ndryshu me ndim, ki me dalë jashtë vendit, a me ndonë që ja vlin me dalë jashtë vendit, apo me jetu në Kosovë? Jo, nuk mendoj me dalë jashtete, po punën që e ki këto, me për shembull me pula, mund është mi nxerë sa 2-3 puna në Zvicër. Ale këto është shumë ma mirë sepse e ki familjen gat, e ki shoqnin gat, shpijen tone, edhe shumë ma mirë. Që që kishe përshkru të jetën tonë nëse veç kishe dalë jashtë vendit me jetu? Që që kishe po vetën atje? I mërzet shumë, se familjen se ki gat, shokët se ki gat. Dhe s'muj me menu, ses. Sigurisht, mrena vendit tanë me jetu edhe me punu është shumë ma mirë edhe je shumë ma i qetë. Po, shumë ma mirë. Punon për vend tonin me një fjallë. Punon për vend tonin edhe edhim bile që jenë vend toni këto. Po. Qka e keni një mesazh për krejt ata për shambull që e kanë lëshu katunin e ty me kanë dalë me jetu në qytet pikrish në banesa. Dhe më thonë janë izollu më mrena një banesa, po e kanë lënë katunin e ty me krejt biznesin që mundet me pos. Qka me ndoni një mesazh për ta? Po e ta shti pak me një fjallë pak keq, se këshire na po vina do me thonë pi qytetit, do me thonë Gilan po vina ka. Edhe këshire farë punë më shme mojtë. Unë mendoj që shumë ma mirë është me bo kësi pune, e mos me dalë në për qytet, me arë më shatë, se për shembull në qytet s'kisha banë në veç në telefon. E sta në telefon ma mirë është me bo punën këto, më kujdes për to. Sa dhe le pënë një kofe anë i ka gavroni, mujna në orën po grogje dhe me punu me pula. është shumë ma mirë, sepse në bjeton është shumë ma mirë edhe mujna me thonë ma luksës, se sa do persona në për qytetet që je. Po e pak me në luksin bon, së është keq. Qa me në për ata që e maltretojnë luksin, do me thonë në dire në maksimum? Po e ta shte luksin të nëllë, se shohen edhe shumë shpenzime ki, dhe me thonë, po ta na ma vun tani thu, ku i që kom qu këto pare, shka që ishte tek, kështë që ma mirë pak me nëllë. Që me ndonë të argjan me ndërtu të jetën tone? Ta shte, nuk kam njerë për njerës, bëndem që shme me dërtu jetën tem. Njerë për njerës që e kam mirë, familjen se ma pasë më ngatë, shalom me jetë gatë, që kjo ma kryesorja, ta një shokin për tarpe. Kur të martosh a ki me jetu me prind? Po, ta shte normal, muj mi mura unë edhe kësë. Ta shte së një dami, nuk mujna mi do, heq. A me ndoni që keni me jetu bashkë me një shpitë të me 2 gra, me familje, me krejt? Halo ma mije, do shashtë. A jeni të 2 të spajtimit? Po, normal. A me ndonë që kur të vini nuset e juve ka në ju ndo pak? E joj. Se leni me rinë me atë? E. Në mesazh të 2 të largjën edhe i svetit për një tjetren. Po ta shte, isholla i mbashtë ta njetë, shënë e vodasht. Edhe punojnë qëtu të bashku. Ismen? Allë nëse, Dhe qa ma ndryshe prej argjendit? i shollat që gjithmonë bashkë, jetë kena një punë për bashkët. Kështë mendoj, la. Gjema faleminderit që më fërkohën edhe krejt intervjisën që një lu dire. Juve. Juve. Kalofshi Sami.